Zëvendës kryeministri serb Aleksandar Vučić ka konfirmuar se presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić do marrë pjesë në ceremoninë e ditës së fitores më 9 maj në Moskë. Në një intervistë për agjencinë ruse TASS, Vulin deklaroi se Serbia nuk ka pranuar presionet për të vendosur sanksione ndaj Rusisë dhe se marrëdhëniet mes dy vendeve mbeten të ngushta. Perëndimi po na bën presion prej 3 vitesh që të vendosem sanksione Moskës, por ne nuk e kemi bërë, tha Vulin. Presidenti Putin është një lider që nuk duhet atakosh sipas tyre, por e kam takuar 2 herë dhe e konsideroj këtë si kulmin e karrierës sime. Është një nder i madh të jesh me të, veçanërisht në ditën e fitores, deklaroi Vulin. Ai konfirmoi gjithashtu se ushtarët serb do marrin pjesë në paradën ushtarake në sheshin e Kuq me urdhër të presidentit Vučić. Duke patur parasysh se ne luftuam së bashku në luftën e dytë botërore dhe dolëm findimtar, pjesëmarrja jo në paradën ushtarake është krejtësisht normale, theksoi Vulin. Ai shtoi se Serbia dhe Rusia janë ndër të vetmet vende europiane që vijojnë të festojnë ditën e fitores më 9 maj, ndërsa Bashkimi Evropian e njeh këtë datë si ditën e Europës. Nuk është dita e Europës, është dita e fitores. Nëse të tjerët nuk e konsiderojnë veten si të mundur, është çështja e tyre, tha Vulin. Lajmi për praninë e Vučić dhe forcave të armatosura serbe në Moskë vjen në një kohë të tensionuar për marrëdhëniet ndërkombëtare, me presionin e perëndimit ndaj Serbisë për të distancuar politikën e saj nga Rusia. Kryeministri aktual i Kosovës Albin Kurti është bërë politikani më i votuar, duke akaluar dhe presidentes Vjosa Osmani, e cila në zgjedhjet e vitit 2021 pati arritur që të siguronte 300.788 vota. Sipas rezultatave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Kurti ka marrë 4.318 vota nga votimi me kusht, 621 vota nga votimi i personave me nevoja të veçanta, 30.508 vota nga votimi përmes postës dhe 10.792 vota nga votimi në përfaqësitë diplomatike. Ndërkaq nga votimi në Kosovë, Kurti ka arritur të marrë 290.862 vota. Duke i grumbulluar të gjitha këto vota, rezulton se Albin Kurti në zgjedhjet e nëntëshkurtit ka siguruar 337.101 vota. Pas pothuajse një muaj nga mbajtja e zgjedhjeve në Kosovë, numërimi të gjithë votave është përmbyllur të mërkurën. Ky proces, i cili pritej të përfundonte të mërkurën në orën 19 pasdites, ka përfunduar 2 orë me vonesë për shkak të një problemi teknik. Paraprakisht janë numëruar votat e rregullta në vendbanimet në Kosovë, ato në përfaqësitë diplomatike dhe votat me post. Në bazë të rezultateve, asnjë parti nuk ka arritur të sigurojë numrin e mjaftueshëm të votave për të qeverisur e vetme. Lëvizja Vetvendosje ka marrë 48 ulëse në Kuvendin e Kosovës, kurse Partia Demokratike e Kosovës 24. Lidhja Demokratike e Kosovës do ketë 20 mandate, ndërsa koalicioni i udhëhequr nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës do të ketë 8. Eksperti i sigurisë Drizan Shala besojnë se i dërguari special i SBA-s Richard Grenell do përcaktoj vijat e kuqe për Kosovën në partneritet me SBA-n. Kjo do të jetë e qartë dhe prerë në qëndrimet e Shtëpisë së Bardhë dhe Departamentit Amerikan të Shtetit. Kështu që Kosova do duhet të përcaktojë vijat e kuqe se si duhet sillet në partneritet. Nëse dëshiron partneritet me SBA-n, dhe ardhja e stabilitetit të Kosovës do vihet në pikpyetje në rast se rruga e saj zhvlerësohet. Deklaroi Shala dhe theksoi se plani për krijimin e Gjandarmarisë Kosovës ka qenë një çështje që ka 2 vjet që qëndron në tryezën e kryeministrit Albin Kurti. Ky plan është pjesë e përpjekjeve për forcimin e rendit dhe sigurisë në Kosovë. Nuk dihet ende arsyeja se pse kryeministri Albin Kurti nuk po e zbaton këtë plan, deklaroi eksperti dhe vlerësoi se raportet për tërheqjen e trupave të NATO-s janë të paplota. KFOR-i, varësisht nga intensiteti, bën rotacione të ndryshme, varësisht nga zhvillimi i ngjarjeve që mund të priten në kontekstin rajonal dhe global. Mund të kemi një reduktim nëse vlerësohet se nuk ka nevojë për forca shtesë amerikane në vend të mbylljes së kampit, theksoi Shala, teksa vlerësoi transformimin e FSK-s si një proces të pasuksesshëm. Një politik pa mendje, një politik që nuk ka pasur bazë dhe nuk kuptoi zhvillimin e ushtrisë brenda standardeve të NATO-s, ka potencuar Drizan Shala. Ish-zëdhënësi i NATO-s Gjemi Shi ka thënë se Kosova duhet të jetë e përgatitur për sa i përket ndonjë zhvillimi të mundshëm në lidhje me praninë e forcave amerikane.
Shi ka thënë se Kosova duhet të jetë e përgatitur pavarësisht faktit se kontingjenti amerikan në Kosovë është i vogël dhe nuk është bare madhe financiare për Amerikën, kur krahasohet me kontingjentet në Gjermani apo Poloni. Sipas ish-dhënësit të NATO-s, Trump mund të pyesë Kosovën se çfarë do t'i jap në këmbim të mbajtjes së trupave në Kosovë. Por Trumpi është transaksional, edhe ai mund të pyesë Kosovën se çfarë favoresh mund të ofrojë, në mënyrë që të mbajë të palëvizura trupat amerikane në Kosovë, sidomos në formën e marrëveshjeve biznesore dhe mundësive për investime, ndaj jeni të përgatitur, ka thënë Shi për Radion Europa e Lirë. Ai gjithashtu kujtoi se Trump në të kaluarën është përpjekur të luajë paqebërësin mes Beogradit dhe Prishtinës dhe tha se trupat amerikane në Kosovë i japin shërbaz një levë më të madhe në këtë rol.